nëse Portugalia do filloj e të mendoj për Ronaldon, nuk do ketë një futboll të mirë. Disa gjëra nuk bëhen me zor. Ronaldo di shumë që nuk është në tenis. Përpiqen të fitojnë penallti, ti ekzekutoj Ronaldo, tani se bën me penallti, largohu nga fusha. Po me Mbappé si ke marrëdhëniet. Nifeni shtëpie. Me Mbappé dalin më pas herë që për ka. Franca po Kërdina bëri ke verde, ke Bigjemer. Brazili është Brazili, po Maroku tregoi që Brazili nuk është Brazili. Dhe unë këtë ndeshje e shikoj prapë barazim. 2-2 mendoj. Unë e shoh 1-0 për Zvicrën. Mendoj me këtë rezultat e pasur 2-0. Kanada mund ta vjetoj pak me 3 gole, kështu që mendoj do jap të surprizën time 3-0 për Kanada, besoj kundra Katar. Unë doja ulja një gol, me thënë drejtë. 2-0, që shikoj. Unë mendoj që Katari bën gol të del 2-1 për Kanada. Meksika, Koren, për lojën që kanë botë të dyja, 1-1 u jap. Unë e shoh në këndvështrim tjetër, them drejtën, mendoj një 1-2 për Korenë e Jugut. Ne themi pak nuk kanë bërë futboll vetë, edhe u ka pasmaruar ndeshja, kur na pyetën si dolën, thoshën dolën patate. Patate 0-0 mendoj. Përshëndetje miq të Offside. Miq të vini në episodin e 3 të podcastit ton. Me ne sonte në studio është ish futbollisti Kadri Birja. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Shumë faleminderit juve djema, ju uroj sa më shumë suksese në vazhdim edhe një punë sa më të lehtë për ju të dy dhe sa më shumë suksese të keni në këtë rrugtim të juaj të ri. Faleminderit. Me një finale të parakoshme për mendimin tim, Angli-Kroaci. Po, është vërtet, ishte një ndeshje e bukur, unë mendoj që ishte ndeshja më e bukur e kësaj Giro Sport botrorit, dy ekipe me dy shtete me lojtarë të mëdhenj brenda dhe patjetër të rrojë një futboll të bukur, sepse deri më tani nuk kemi parë një futboll jashtëzakonisht shumë bukur, për atë çfarë na pëlqen syri jon, paktën si tifoz e pastaj si ish sportist apo ish profesionist të fushës, mendoj që ishte një nga ato ndeshje që kishte dëshirë, kishte të gjithë brenda agresivitetin, gole të shënuar, penalltie e humbur, penalltie e shënuar, domethënë në tërësi është ajo që ne kërkojmë si tifoz, që të shikojmë një ndeshje shumë të bukur, një ndeshje me aksione, një ndeshje me hapësirë, një ndeshje me raste të humbura, një ndeshje nga goditje standarde. Domethënë kjo është gjëja që ne na pëlqen të shikojmë në futboll, sidomos unë mendoj që kjo është maja e futbollit në tërësi, kampionati botror, kështu që në tërësi është një ndeshje shumë e bukur. Po fillojmë direkt me penalltin. A mendon njëherë që duhet ishte dhënë si penallti, pastaj përsëritja? Po shiko, unë mendoj që është interpretimi. Unë mendoj arbitri francez është një nga ato arbitrat më të mirë të jo vetëm të turneut, por në botë, mendoj nga ato sepse ka arbitruar edhe ndeshjet kryesore që mes ligës, qoftë në Francë, po qoftë në Europianë botror, kështu që mendoj ishte edhe shumë i prerë në mënyrën se si e dha penalltin. Mendoj që është interpretimi. Unë mendoj ajo çfarë nuk duhet të bënte ishte lëvizja e Modrić, një lojtar me eksperiencë në atë pikë, pa shikuar fare hapësirën mbrapa që mund të bota në dërhyrje, kështu që ky është problematika më e madhe mendoj unë, lëvizja e Modrić. Pastaj momenti që edhe nuk është kontestuar, edhe vari nuk ka ndërhyrë për penalltin, unë mendoj që nuk le vend për të diskutuar, ishte një penallti e pastër mendoj. E vërtet, ajo ngritje taka ishte shumë anti futboll nëse po tjetër, dhe unë mendoj që edhe një lojtar si Modrić duhet të jetë më rigoroz në ato pozicione. Po nuk duhet të bëjë gabime të tilla. Pastaj tek pjesa e përsëritjes penalltis, ha diskutim ajo pjesë nëse ishte lëvizje apo jo, nëse qëndrojnë në vizë sportës apo jo, është çështje milimetrike. Tani po të hym tek pjesa morale, patjetër që unë mendoj që nuk duhet u përsërinte, po në futbollit tash çdo gjë është në aspektin teknik, lëvizja e portierit është gabim, unë e kam parë nga një pozicion brapa që e dha dje edhe në transmetim ndeshjen direkt, që portieri ka lëvizur të dy këmbët, ka prit deri në momentin e fundit dhe pastaj ka bërë i kanë nxjerrë të dy këmbët jashtë vizës, kështu që me rregullore patjetër duhet përsëritet dhe mënyra që është rikthyer si penallti është me rregullore është drejt, kështu që pastaj po tym në anën morale që portieri e priti penalltin, pastaj po të shikosh ka edhe dy shkelje, domethënë ka futjen e dy lojtarëve. Një lojtar ka hyrë më parë, po ajo prapë diskutim se një këmbë ka në vijë. Po mendoj që pjesa kryesore ka qenë lëvizja e portierit që të dyja këmbët në me rregullore ka që nuk duhet të dalit me të dyja këmbët jashtë, një këmbë duhet prekë vizën gjithë kohës, kështu që në me rregullore është me të drejtë. Pastaj moralisht unë mendoj që duke qenë edhe vetë si ish portier për atë çfarë bëri portieri, mendoj që nuk do të kthente, po në këtë pikë hyn çdo gjë në rregullore. Pastaj edhe ndërhyja shumë shpejt e varit,
Kështu që nuk është se anë shumë diskutim dhe kjo pjesa. Unë mendoj që të dy janë të pranueshme, qoftë shkaktimi i penaltis nga Modric, por qoftë dhe përsëritja e penaltis. Po goli i dytë i Harry Kane. Po, unë mendoj që ka qenë punuar goli i dytë i Harry Kane, një nga ato, po unë mendoj një nga ato skemat që punohet shumë, edhe punohet në fshehësi mendoj unë. Sepse të shikosh Harry Kane që të vi nga linja 2 dhe mundoj që të kapin 3 hapsh, mund ta themi në gjuhën sportive të kapin 3 hapsh për të bërë një mposhtje të ekipit kundërshtar. Mendoj që nuk e ka lexuar mirë të paktën stafi i drejtuesi i Kroacisë, domethënë vitin analistët nuk e kanë pritur në këtë pikë, kanë pritur Harry Kane që të jetë në linjën e parë. Unë mendoj që në këtë pikë duhet të ishte ndërhyrja e lojtarëve me eksperiencë, mendoj unë, që në moment që shikojnë Harry Kane në linjë 2, duhet të kishte një markim 1 kundra 1 për të bërë atë bllokun, siç mund ta themi, që mos ta lënë të lirë në atë pikë, sepse të lesh një lojtar si Harry Kane atë lirë në linjën e dytë që e ka më kollaj momentin që vjen edhe të gjena në shpejtësi dhe me një 3 hapsh është bëhet pothuajse pa markueshëm, sepse të jetë në pozicion që qëndron edhe pret topin e vidit, nuk e di, domethënë kjo pjesa ngelet pastaj për tu. Nuk e di se e ka punuar pjesën e markimit zonal apo 1 kundra 1, zonal nëse mund ta themi ta hapim në tërësi si debati është që linja nuk lëviz nga ajo pjesa dhe pjesa zonale është që ti shkon gjen lojtarin e markon 1 kundra 1 që ku është lojtari ti shkon dhe edhe markon atë lojtarin, kështu që unë mendoj lojtar si Harry Kane apo qoftë një lojtar tjetër që e ka anën e të fortë të luftimit në ajër, do të jenë markim 1 kundra 1. Prandaj po them edhe nuk e di se si e kanë planifikuar markimin e Harry Kane-it në stafi kroat. Mendimi im në këtë aspekt për Harry Kane-in është mungesa e një lojtari me eksperiencë, qoftë edhe nëse nuk është në një nivel të lartë europian me klubet e tij, për shembull është Domagoj Vida, i cili mund të shërben të mjaft mirë edhe nga ana shtat lartësisë, për shembull krahasuar me Shutalon që ishte dje, në markime 1-1, sidomos në goditje nga këndi dhe krosime për Harry Kane, po edhe për mbrojtësit e Anglisë, pasi siç mund ta shohin janë të pakët shtatlartët e Kroacisë. Është vërtet, Kroacia shmajt fakt për 1 ose 2 lojtarë ka pas pothuajse në të gjithë komisionet ka pas 2 lojtarë shtatlart fort. Unë mendoj që i ka dalë jashtë parashikimit mënyra e interpretimit të goditjes standarde nga ekipi anglez, mendoj unë ekipi kroat, sepse jemi në një futboll tani që nuk e lëm asnjë gjëra si çdo gjë analizohet, po thuajse duke qenë edhe ndeshja e parë e ekipit kroat kundër Anglisë, jeni të sigurt që të dy ekipet kanë pas të gjithë kohën e mund që nga momenti edhe të shortit, se si punon ekipi anglez në goditje standarde, si punon momenti që ka topin, si punon momenti që është në posedim të topit, domethënë patjetër analizohet çdo gjë. Jemi në një futboll modern tani që është çdo gjë rastësisë. Unë mendoj që ka qenë gabimi i lojtarëve që janë në fushë, momenti që sepse pak a shumë pikat kanë detyrë, kanë qenë fillim se ku do të qëndron lojtarët, por duke parë që Harry Kane nuk mund të ketë qenë atë linjë që mund ta ketë bërë gjithkohës tek ekipi anglez, mendoj që kjo gjë duhet po ta shikosh, kjo gjë ka qenë ai çfarë duhet ta ndante Harry Kane aty, që unë mendoj që duhet të ketë paqë qoftë një lojtar si Modric që mund të shkonte, thjesht për të prishur atë linjën e 3 hapësh që ai vjen në 3 hapësh, po unë mendoj që në moment që të vijë një sulmues si Harry Kane 2 metra i gjatë me atë forcë fizike që ka, bëhet i pa markueshëm pastaj në atë pikë. Edhe pothuajse interpretimi ishte në notën 10 si nga krosimi dhe qoftë dhe nga ekzekutimi i Harry Kane. Mendoj se konkretisht për Harry Kane, Thomas Tuchel i ka gjetur si thua atë Chelsea magjik. Që do të them, po ta shikojmë vendosjen në fushën e lojës të Harry Kane, edhe nga ana e Anglisë me sfidën që pam, edhe nga ana e vet klubit të Bayernit me Vincent Kompany. Pra Harry Kane nuk luan gjithë lojës si një nënsh tipik, si një pyk tipike, të rriqet mbrapa. Dje kemi parë edhe paralel me John Stones, deri në vijën e mbrojtjes, shtyn ekipin përpara, ndihmon në organizimin përpara. Bellingham shkputet dhe i markon zonën e tij ku duhet të jetë Harry Kane. Pra me ç'duket në këndvështrimin tim është një Chelsea që i jep shumë përparësi Harry Kane-it në vazhdimsi në lojën grup të ekipit. Është shumë vërtet si analizë, është shumë saktë. Atë kam parë dhe unë dje, në moment tani që kam ndryshuar edhe pak këtë pjesën e statusit nga ish lojtar në trajner, tani fillojmë edhe unë filloj analizoj gjërat anën teknike pak më shumë, sepse janë specifike te pjesa e lojtarëve, po shikoj edhe unë këto pika, është vërtet. Edhe po shikosh tek kthimi mbrapa që ju sapo thatë,
tek kthimi mbrapa të Harry Kane-it i hapte hapësirë Bellinghamit që e bëte një sulmues nënç falco që i krijonte hapësirë që të dilte jo më kot doli dhe Bellingham edhe me një top horizontal nga linja e mbrojtjes që shkoi krijoi hapësirë, aman kthimi i Kane-it mbrapa të rreq dy lojtar të mbrojtjes Kroacisë dhe jap hapësira qoftë dy krave winger siç mund të themi majta të djathtë anglisë, por qoftë Bellingham që është një dhjeç që mund ta bëj shumë mirë duke njohur portën shumë mirë, mund e njeh shumë mirë linjën përpara dhe krijon këtë hapësirë. Po të shikosh Harry Kane tani është një lojtar që fizikisht është shumë mirë, një lojtar që sakrifikonte për ekipin, por patjetër shënon edhe golat. Po duke qenë se është një trajner që man si Tuchel që nga ana taktike dhe mënyra se si i jep detyrat, unë mendoj që duhet t'i zbatosh në maksimalin e ti çdo sportist që është brenda, sepse në të kundër ket pamundur pastaj për të aktivizuar dhe për të luajtur. Kështu që unë mendoj që qoftë një kualifikuese shumë e mirë anglisë, ka bërë që Anglia të vinë deri në këtë pikë, të paktën në ndeshjen e parë që me një futboll kompakt, po edhe një futboll që realisht për syrin ton të paktën që jemi edhe tifozëdashës ndaj Anglisë që na le shihet mirë dhe na jep një mundësi, një shpresë që mund të bëjmë mirë tani, sepse patjetër për shkuar deri te kupës është çike vështirë, po që mund të bëjmë mirë, domethënë nga gjithë ekipet pretendente që ka qenë Anglia, qoftë dhe në analizën që ju sapo bët, ka bërë futbollin më të bukur dhe një futboll kompakt, sepse nuk është e lehtë që është një ekip si Kroacisë 4 gole. Që ta mbyll vetëm pjesën e kësaj analizës për sfidën Angli-Kroaci, mendoj që dy momentet ishin kyçe që e shkundën Kroacinë. Pra ishte rasti i parë i Harry Kane që u gjeti e papërgatitur komplet mbrojtja, dhe e dyta sulmi dhe mënyra se si u fut në fushë Anglia në pjesën e dytë për të kërkuar me ngul golin sa më shpejt që realizoi Jude Bellingham. Po me të njëjtën skemë. Po, prandaj thash problemi është sepse tani ekipet punojnë dhe shumë këtë pjesën e videoanalizave, punojnë në ndryshim sistemit lojës patjetër, sepse prandaj dhe këto trajnerët me eksperiencë kanë këtë marrin këto ekipet e mëdha që ndryshojnë tani thjesht për ta afruar pak me pjesën ku shifshim kombëtarën tonë, ne e dinim shumë mirë se si e kishim zhvillimin e lojës, e dinim edhe shumë mirë një mëdhëqës se kushdo luante. Kurse trajnerët e mëdhej këtë gjë bën, që në një moment një ndeshje që ti mendon që ekipi kundërshtat ka analizuar në pikën më detaj, ti futesh dhe luan një futboll komplet ndryshe nga ajo çfarë mendon ekipi që ke ti përballë. Kështu që mendoj kjo ishte gjë e dora e trajnerit Diuduk. Unë mendoj që ajo çfarë mund na mund të krijojë probleme anglisë është psimi i dy golave, që unë mendoj që është një plagë e madhe, sepse ekipi kroat ka një gjë që ty të lën të luash futboll, sepse ka pothuajse shumica e lojtarëve i ka që luajnë në Europë dhe nuk e kanë atë mentalitetin për të qëndruar në mbrojtje. Po të vi një ekip kundërshtar që mund ta kesh në ndeshjet 1-1 me një po e marrim Zvicrën me një ekip që është shumë i mirë në aspektin mbrojtës dhe të shënoj dy gola do ta kesh vështirë pastaj të shënosh, sepse një ekip tjetër momenti që mund ta çojë rezultatin 1-1 nuk bën më futboll të hapur për të sulmuar, por mundon që ndër mbrapa dhe ti e ke shumë vështirë për ta shënuar, për ta kthyer rezultatin. Kjo gjë që ekipi kroat nuk e ka këtë në filozofinë e vet, po ka një futboll edhe ato pak a shumë më të hapur si futboll edhe futboll krah, futboll cilësinë anglez themi në gjuhën sportive që është gjithkohës në aktivitet futbolli, nuk ka ekip që ti vetëm mbron, po gjithkohës topi është në kundërshtimin e dy porta. Kjo është në tërësi mendoj unë që e bëri ndeshjen të bukur dje. Si një portier, a mendon që Anglia vun gol shumë për portier, se është vërtet historikisht ka pas probleme, po thuajse që nga koha e David Simonit mund të ndaj janë bërë tifoz një thjesht një kuriozitet, ndaj janë bërë tifoz anglis, sepse ka pas një portier si David Simon atë kohë, që nëse ju kujtohet Ronaldinho bëri atë golin nga goditje nga Messi fush, ai ishte nga ato portierë në kohë ka qenë shumë portier i mirë, që në atë kohë ka vuajtur për portierët realisht. Kjo është dhe fal për kuptimin e asaj që vetë kampionati anglez nuk ka besim shumë te portierët anglez, por thuajse ekipet pretendente në kampionatin anglez i kanë të gjithë portierët e huaj, pak 3-4 ekipet kryesore si Chelsea, si Manchester City, si Arsenali, si Manchester United, domethënë nuk ka portiera vendas. Dhe kjo dhe Pickford luan me një ekip tani me gjithë respektin me Evertonin që është ke 10 ose tek 10 ekipet e para në vjet, mos gaboj me zgje qëndroi në Premier League, kështu që kjo është problematike. Do të jetë një zgjidhje mendoj unë, do të kenë më shumë besim ato për trit. Unë mendoj që do të kenë patjetër do ta kenë një lloj projekti për ta zhvilluar këtë gjë, sepse mund të mbarojë edhe epoka Pickford edhe ne po çosh edhe alternativat Pickford, nuk ose janë alternativa të forta mbrapa. Kemi portier në Newcastle, mos gaboj, një është një portier i Newcastle-it.
Domthon gjithë ai herë luan herë nuk luan te Newcastle. Domthon kjo është problematika e madhe e futbollit anglez, po unë mendoj që kjo do një projekt sepse nuk mund vi dot direkt, po do një 10 vjeçar, që ti ke një 16 vjeçar, duke qenë se do unë punoj tani me portierët e grup moshave, do të marrësh portier një 14 vjeçar, 15 vjeçar që ti të arrish me këtë cilësinë dhe ta nxjerrësh në treg dhe ku vi momenti ti jetë i gatshëm për të, nuk është se mund ta bësh sot për nesër, patjetër do ka kohën e vet kjo gjë. Për ta mbyllur me ndeshjen e Anglisë te Kroacisë, a mendon se po i vjen fundi brezitar të Kroacisë? Ajo Kroacia që ishte decisive. Është vërtet. Unë mendoj që nuk kam tani edhe po të shikosh gjithë lojën e përfshin ke Perisic dhe Modric, janë lojtarë që kanë bërë shumë mirë për ekipin kroat, por nuk kanë më atë freskinë në këmbët e tyre që ato ta çojnë ekipin përpara. Zëvendësuesi vinte Kovacic, tani mos gaboj Kovacic ka një moshë mbi 30, tani mos gaboj tani sepse nuk jam fort sa ke pjesa moshë, domethënë patjetër kjo pjesa në futbollin modern zemra e ekipit është mes fusha. Po shikosh Portugalia bën mirë sepse ka mes fushë shumë të mirë, domethënë problemi aty kjo do jetë edhe ke pjesa e Kroacisë që vuan me këtë pjesën e mes fushës, po thuaj se bazohet akoma tek mes fusha e 2010-s, gjë që tani jemi 16 vite më vonë dhe ti vazhdon akoma ke po të jetë mesfushor. Që mendoj kjo do jetë puna më e madhe për ekipin kroat, mendoj që edhe ato do kenë një lloj katëvjeçari që mund të bëjnë tani këto eksperimentet e veta dhe do kenë oscilacionet e veta që derisa të arrisin në pikën që të arrisin një Modric 3 apo një Perisic 3. Kjo besoj që do jetë pak problematik për në vazhdimsi për ekipin kroat. Thaje për Portugalinë që bën mirë mes fush, po te Kongo sikur i ngeli sharra ngosht aty, nuk arriti. Do të kishim po skip këtë pjesën, po nejse. Jo, është vërtet. Unë mendoj nëse do im pak te pjesa portugalisë tani me Kongon, mendoj që pothuajse të gjithë ato ekipet në fillim paktën po hiq Anglinë, hiq edhe Holland, Japoni, që ishin një ndeshje e bukur. Unë mendoj që këto ekipet që kanë qenë pretendente top 5 kanë qeduar të gjitha ndeshjet e para sepse nuk e di, unë mendoj se në vetësim nuk mund ta quaj se në këtë pikë nuk besoj se janë gjithë profesionistë, nuk besoj se mund ta në vetësim. Unë mendoj që e kanë pritur më ndryshe si ndeshje, nuk e kanë pritur që të jetë një kockë fort Republika e Kongos. Unë mendoj ne të jemi të tre këtu i futboll dash, shohim futboll dhe asnjë nga futbollet e Kongos unë nuk e di se si e luante Kongo futbollin, çfarë kishin pikë më të fortë, pikë më të dobët. Mendoj qoftë edhe për stafin drejtues portugalisë nuk është se kanë pas shumë informacion për në kuptimin e përbërjes ekipit, dhe qoftë se si e zhvillojnë futbollin. Mendoj që doj tani kjo ha diskutim, sa ashtu që shikoj unë mendoj që doj sepse unë mendoj që Portugalia luan akoma futboll për Ronaldo, nuk luan futboll për shtetin e vet apo qoftë për lojtarë. Unë mendoj kështu siç e shikoj unë futbollin, domethënë me syrin që unë shikoj pati kishte mundësi që Portugalia çononte ta çonte 2-1 ndeshjen, se prandaj po ta kthejmë pak e pjesa e Anglisë, barazoi Kongo. Edhe duke pas një ekip Portugalia që qëndrote pothuajse 90% e tërhequr pothuajse në 6 meçin e tretë, është vështirë për të shënuar golin e dytë. Ndaj dhe thashë Anglia kishte pak më të lehtë sepse shënonte, sepse Kroacia edhe në momentin që barazoi vazhdoi të udhëte në sulm akoma, kurse gjë që ja i ndodhi Portugalisë që nuk mundte dot që ta bënte këtë gjë sepse qëndronte një ekip që qëndronte shpesh mbrapa, dhe që gjatë gjithë kohës qoftë sulmuesi kryesor Kongo dhe poshtë linjës topit, pothuajse një ekip kompakt i mbledhur shumë mbrapa dhe ishte shumë e vështirë për të çuar. Edhe në ato pika, dhe për ato pika që kishte mundësi për ndeshje për ta çuar 2-1, sepse pastaj në momentin që ti e çon ndeshjen 2-1 ekipi do hitet në sulm, ti patjetër mund të kesh aftësia për të shënuar. Edhe ato mundësi që kishte për të shënuar Portugalia në thojnë në kuptimin e saj që shikojon, mendoj që Ronaldo i prishte ato hapësira. Këtë do thoja më shumë se sa pjesa e mosnjohjes taktike të vetë ekipit të Kongos nga ana e Portugalisë. Problemi që ndron në atë syrin tim është fakti se i gjithë ekipi sikur u shty përpara që Ronaldo shënonte, të bëhej lojtari më i vjetër që shënon Kupë Bote, sepse ç'a ndodhi? Nisi ndeshja Portugali-Kongo. Minuta e 6 gjen golin.
Dhe ku ka më mirë se ti ta fillosh ndeshjen me shënim goli, patjetër. Dhe me një Kongo që ke përballë, që pastaj e ul moralisht, ul shumë. Dhe pastaj po të shohim 4-5 aksione radhazi kur shkonin përpara si Bruno Fernandes, si Pedro Neto, si Nuno Mendes, pavarësisht nëse do kishte futbollistë tjerë në zonën e Kongos. Portugez Ronaldo. Patjetër, përpiqeshin si gjejnë Ronaldon dhe nëse vazhdon me këtë filozofi, do ketë shumë problematika për ekipin e Ronaldos. Po është vërtet, kjo është një temë diskutimi pothuajse për gjithë futbolltashët, ato që kanë qef futbollin, shikojnë. Domethënë Portugalia të gjithë jemi dakord që ka mesfushë më të mirë. Po. Asnjë ekip në këtë botror nuk ka mesfushor që ka pothuajse të gjithë lojtarët luajnë në nivele më të larta. Edhe kjo gjë është vërtet nuk e mohim dot. Ajo gjë që kjo mund të jetë pastaj që hyn nga kjo pjesë. Unë mendoj që kjo pjesa e egoizmit të Ronaldos i ndikon për keq ekipit edhe presioni që ka. Plus mos harrojmë që një ditë përpara Messi kishte shënuar 3 gola. Edhe kjo dueli mes të dy mes Ronaldos edhe Messi pak a shumë është e dishme tani që çfarë ndodh. Kështu që kjo mendoj unë që i prish punë, domethënë ti analizove që the mundonin të kërkonin Ronaldo në zonë, edhe kjo ishte gjë e vërtetë. Edhe Ronaldo duke parë pak pjesën e Ronaldo, mendoj që një futbollist profesionist, sidomos dhe një është patjetër një nga lojtarët më të mirë në botë. Momenti që ka një mundësi që ekipi mund të shënojë dhe ti pretendon paktën për atë rastin që është një rast flagrant që mund të krijonte hapësirë Bruno Fernandes mbrapa që ishte edhe kishte të gjithë pasionin e portës përballë. Ronaldo është jashtë këndit, pothuajse është jashtë portës fare. Mundohet që me një kthesë ta çojë drejt portës, domethënë ky është problemi më i madh në të paktën mendoj unë tek Portugalia. Nëse Portugalia do filloj e të mendoj për Ronaldon, nuk do ketë një futboll mirë. Pastaj nëse Ronaldo do futet në vazhdim të skuadrës, mendoj që do bëj mirë. Unë nuk kam çfarë flas për Portugalinë, se unë jam tifoz i flakt i Ronaldos, e adhuroj si futbollist, thjesht për idenë që është një nga futbollistat që është krijuar me punë. Përveç nuk është talent. Është një futbollist i krijuar me punë, po ka diçka. Disa gjëra nuk bëhen me zor. Messi e tregoi shumë mirë më herët, po të njëjtën ditë, që kur do të zgjidh situatën ai. 3 gola, një Algjeri që pak para botrori zhvilloi disa miqësore shumë fantastike, në poshtë edhe Hollandën. Është vërtet. E bëri inekzistente. Është një lojtar po ta shohësh Messin që nuk vrapon shumë. Si kërkoi topin vetëm përpara, ama në moment kur shikon hapësirën të nxjerr nga situata. E kundërta ndodh me Ronaldon, që kërkon që ta nxjerr me sforcën nga situata ekipin dhe ja ngel mbaj. Shiko si funksionon tash. Messi është 10, edhe është playmaker. Hap loj. Messi e çuan ndeshjen të kompletuar, siç e tha dhe kur po diskutonim parë me Kadriun, Messi e çuan ndeshjen të kompletuar me një asist, me një pas, me një lojë të hapur. Kurse për Ronaldon për të kompletuar ndeshja duhet të shënoj golin, apo e kam gabim? Jo, është vërtet, shumë e vërtet është. Edhe tani është edhe presioni i madh që ka Ronaldo, po ama mos harrojmë, prezenca e Ronaldos në fushë tërheq 2 mbrojtësa. Tani kjo ha debat pastaj, kjo ha debat po problemi është këtu, se Ronaldo nuk lun për ekip, se po të lunte për ekip, do i bënte shumë punë kjo. Po ky është gabimi pra. O vlla, atje nuk je për interes personal, si mund të themi, je për një grup, je për një komb, je për një ekip. Po problemi është se Ronaldo Ronaldo di shumë mirë, se ne po diskutojmë, Ronaldo di shumë mirë që nuk është në tenis, se ti në tenis, sport individuale ti mund ta luash vetë atë gjë. Unë mendoj që edhe në mos gabosh tani europianë ose botrorin e fundit që patë probleme me trajnerin që nuk e futi më Santos, nuk e trajneri. Që në ato kohë ka ardhur problematika e Ronaldos. Kjo sa po thatë ju pak më parë, është vërtet që Messi ka një mënyrë tjetër futbolli, edhe Ronaldo ka një, ama ka një gjë që Messi është më, si ta them, më natyral. Messi nuk e kërkon gjën me dhunë. Messi mund ta krijojë, Messi është edhe nga ato lojtarët që mundohet krijoj hapësirë, por mos harrojmë pastaj një nga unë mendoj që sa i lidh dhe çfarë impakti ka Messi për mirë ka Argentina, shikoja trajnerin kampion bote që çante për Messin. Domethënë kjo është gjë e madhe, nuk është problemi se është çështje pasioni, jo. Po tatun pastaj tu rrëzohet çdo gjë pastaj në aspektin e anës futbollistike, sepse nëse ti futesh një sportist që ti Messi kur futet në ndeshje, mendoj unë, nuk futet në ndeshje për të shënuar golat vet. Messi futet në ndeshje për të fituar Argentina. Kurse ka pjesë Ronaldo, është vërtet që Ronaldo pretendon që ti
ti bësh golat me dhunë edhe momenti që ti nuk e ke atë hapësirë për ta bërë atë golin me dhunë. Ky është mendoj unë temë diskutimi që është në gjithë botën që Ronaldo duhet i përshtatet skuadrës apo skuadra Ronaldos. Unë mendoj që Ronaldo duhet i përshtatet skuadrës dhe pastaj Ronaldo duhet më rezultativ për skuadrën. Atëherë nëse ai do të shënoj gola, mund të përdor edhe vetë trajneri një lloj skeme tjetër pak manipuluese nëse mund të themi, që të infiltrojnë thonjza lojtarë që përfishën fitojnë penallti. Vetëm do të pres pak. Po ta krahasosh Kane me Ronaldo. Jo. Lojën e Kane, po ta bëj Ronaldo, lojën e Kane del më rezultativ. Po Ronaldo nuk është nga ato lojtarët, për shkak pa tani ta diskutojmë për Ronaldo sikur ka fituar futbollin diash, 5 herë fituesi topit parë. Po po flasim për momentin që Ronaldo me moshën që ka, unë mendoj që është më rezultativ 30 minutat e fundit, sepse mund të lëvizë edhe më shumë, po ne po flasim për Tekun, që është akoma do të luajë 90 minuta në lojë. Messi shënoi 3 gola, edhe Domethënë kjo është ajo gjë që ne po diskutojmë. Unë them që Ronaldo nuk e ka më freskinë në këmbët e veta, që mund të bëjë 90 minuta shumë të mira, 90 minuta që ta krijojë vetë hapësirën, sepse mos harrojmë ka dy winger shumë shpejt, Portugalia ka dy mësueshora që fantastik. Që topin, domethënë Messi nuk ka se ka mbrapa, nuk ka se ka lojtarë që të krijojnë shumë hapësirë për ta nxjerrë Messi tek. Messi krijon vetë ato hapësirë. Jo, këtu nuk vjen dakord me ty. Sepse edhe te Argentina po ta vëmë re, për shembull të marr dy lojtarë që lozin në Angli, është McAllister edhe Enzo Fernandez. Po. Enzo Fernandez është nga ato lojtarë që është më shumë, siç mund ta them, është më shumë 6 ekran, që nuk është me kanë se po nuk e ka pasin e fundit se ka Vitinha, nuk e ka pasin e fundit. Janë me karakteristika Bruno Fernandes ishte lojtari më asistues në Premier League. Dy lojtarët po them, pavarësisht sezonit që kanë pas edhe me ekipet respektive Liverpoolin dhe Chelsea, në moment kur vjen tek Anglia, e di si më zhduk mu Argentina, më fal se thash Anglia, Argentina përballë Algjerisë. Me ato mesfushë realisht më ka kujtu mesfushën e Barcelonës me Xhavin, Iniestën dhe Busquets. Kishin një harmoni, kishin një rrjedhshmëri shumë të mirë me njëri tjetrin. Më mirë patjetër sepse janë performancë që nuk ka fare lidhje me performancën e tyre tek klubi. Patjetër se ne nuk po ja ulim nivelin e mesfushës Argentinë. Unë po them që po ti vesh në peshore, mesfushorët Portugalisë mesfushorët janë më asistues, flas e njohin më shumë linjën e sulmit. Domethënë kjo pjesa që Ronaldo e ka një fat të madh që ka atë lojtarët mbrapa, nuk e shfrytëzon dot. Messi po shikojmë në golin e Messi ka një gjë që Messi mund ta zgjidhë edhe me një goditje, sepse është dhe kjo pjesa që i krijon hapësirë lojtarët, edhe momenti pastaj ne e dim shumë mirë që Messi po të shkojë në pingën e 16 atë goditjen e ka fatale dhe kjo gjë është e pashmangshme. Dy ndërhyrje që nisa ti bëj. E para për Ronaldo thash që të përdor një manovër manipulues të trajnerit, të fusë vëlla dy lojtarë që të përpiqen të fitojnë penallti, ti ekzekutoi Ronaldo tani se bën me penallti, largohu nga fusha me gjithë respektin për ta. Ne po bëjmë debatin nëse tani Ronaldo do të hyj tani te Portugalia do të luajë, se unë nuk mendoj që në futbollin modern tani një skuadër, një shtet si Portugalia me një ekip jashtëzakonisht shumë mirë, me një nga tre pretenduesit për ta fituar botrorin, ti duhet i përshtatesh Ronaldo, atëherë më mirë ta quajmë Portugalinë Ronaldo dhe mos ta quajmë Portugalia dhe hajde luhet ta fitojë Ronaldo. Pastaj mos harrojmë me një deklaratë që bëri Ronaldo, që tha është një kompeticion që zhvillohet me 7 ndeshje. Domethënë duke mos e fituar Ronaldo këtë gjë, kalon në këtë pikën që si mund t'ia ulësh të gjithë ecurim botrorit, një kompeticion nga fantastik dhe më i madh në botë, në gjithë tërësinë, mas botrorit e vjen europian e mas europian, vjen Champions League, ne dim shumë mirë, si mund thuash ti që është një kompeticion veror me 7 ndeshje, domethënë. Atëherë po çfarë vjen e lufton ti për këtë? Atëherë ti pensiono, thuaj un jam 41 vjeç, 42 sa është tash se nuk e di. 41 sa. Okej, edhe thuaj un deri këtu jam dhe vazhdo të qëndron atje ku je, domethënë se atëherë ose kjo gjë ka shumë rëndësi për ty edhe ti do kam ngulje të madhe për ta fituar këtë gjë, ose kjo gjë nuk ka rëndësi, pse se ti dy gjërat që nuk përshtaten një tjetër. Po. Është pikërisht kjo pjesë që unë në diskutimet e mëparshme me Fationin e kam cilësuar Portugalinë si një ndër ekipet më pretendente pikërisht për shkak të përbërjes që ka si ekip. E madje kam thënë që do jetë edhe ekipi që do shkojnë në finale. Ama nëse vijon me këtë lloj rendimenti dhe me këtë filozofi loje,
nuk do ketë të gjatë. Shiko, s'mund ta marrin dhe si mas shumë ndeshjen e para, sepse atë edhe një ndeshje kundra Kongos, do gjë pastaj tani ndryshojmë ne e dimë edhe me këtë mekanizmin e ri me 48 ekipe me 3 pikë kalon grupin, domethënë mos harrojmë 2006-ën Italia me 3 barezime me zi u kualifikoi fund fare që mori botrorin, nuk është patjetër që le një shenjë të mirë siç e la Anglia me futbollin treguar, por nuk është shumë mas do të themi që patjetër do ta vëmë anën specifike kjo ndeshje. Ka problematike edhe vetë Portugalia, po tani do të shikojmë ndeshjen në vazhdim sepse ti me zi mund të kalosh nga grupi, mund dalësh me 3 barezime, por në ndeshjet direkte ti mund të bësh shumë mirë, shkon deri ke fitimin botrorit, siç ka ngrit debatet e fitimin botrorit të anës Argentinës. Edhe se pasion e lam shumë pa fjalë për pjesën e Ronaldo sepse ne sulmon shumë. Jo, duhet na sulmonte kjo pjesë se duhet ta kishte mbrojt pak Ronaldo, po me sa shohim argumentet që i dham ne ka të pamundur me Ronaldo unë e kam vidhur si të thash, është fituesi topeve të art, është lojtari që ka dhënë Champions League Real Madridit, është një nga futbollistat më të kompletuar në futboll. Po për ndeshjen nuk e mbrojt dot. Është më të kompletuar, thotë i diçka që mungon Messi nuk e ka egon e Ronaldo. Po nuk e mbrojt dot ndeshjen që ishte se nuk ishte për të mbrojtur. Kjo është. Kuptoj domthon. Ajo flasim ato që shohim. Po, ajo dje unë mendoj që dje Portugalia në tërësi komplet problematika më e madhe ishte sepse duhet çononte Ronaldo patjetër. Edhe kur fitoi Europianin, nëse mban mend, sa doli Ronaldo nga loja. Unë jam tifoz i Ronaldos. Te kam pasur një temë diskutimi një nga miqtë e mi më të mirë që tha ishte edhe fal fitimit, asaj interpretimi që Ronaldo bëri nga stori, nuk e di pse bërtiste herë ose 2 herë, po ishte gjithë merita e sulmuesit të Eder që shonën atë golin, sepse nuk mund patjetër që ka merita e Ronaldo në fitimin e asaj Europianit, po nuk është se ishte pjesa kryesore të paktën për finalen, sepse ishte një ekip që shënoi një gol nga mos gaboj tani 25-30 metra, edhe një ekip që mbrojti shumë mirë. Nëse Ronaldo doli foli 2 herë aty tek trajneri është gjë mos e normale, do ta bëjnë çdo futbollist atë gjë, po nuk është se ishte ai pika kyçe që nga stori i dha moral skuadrës. Është e njëjta gjë që po bënte edhe Edin Dzeko me Bosnjën në sfidën e parë të Bosnjës kundra Kanadas. Patjetër pastaj sidomos të lojtarë që kanë një background shumë mirë në kurrizën e tyre, kanë një bagazh shumë të madh me skuadra të mëdha, kanë luajtur në nivele të larta, patjetër të hapin eksperiencën e vet, qoftë mos më fush, do japin në bankinë aty ku janë. Po unë mendoj që ke Portugalia pothuajse gjysma e lojtarëve luajnë në nivele të larta, nuk është se janë lojtarë që si Bosnja që 5-6 futbollistë luajnë në kampionatin vendas, 3-4 futbollistë luajnë në Gjermani në nivele të dyta, kështu në tërësi nuk është se janë paralizojnë të dyja gjërat. Po me Mbappé si ke marrëdhëniet. Njifeni shtëpie. Me Mbappé ndali më pas herë kështu për kafe. Si e kuptova domethënë si batut, po mendoj që domethënë unë Mbappé në shoh pak a shumë si Ronaldo realisht. Jo, në Francë po bën mirë. Okej, patjetër që bën mirë. Në Francë nuk është egoist si Reali. Është mirë, po nuk është 100% sa Ronaldo, është pak më ndryshe, po ajo që mendoj unë është që edhe Franca pak a shumë është e përfshirë kjo pjesa, mos harrojmë që para se filloi botrori bëri një gest për atë pjesën e Shiritit, edhe kujt për Ahmet Shiritin, por me një nga simbolet e Francës si ka Konaté, domethënë Kanté, ishte një nga lojtarët më humble, unë mendoj më të sjellshëm në të gjithë aspektet, në gjithë territorin e futbollit, kudo që luhet futboll, mendoj nga ato futbollist më profesionist dhe më përulur, më pozitiv, se s'po më vite fjala, kështu që mendoj që domethënë nga kjo gjesti që ti mund të bësh, se okay, se mund të amerte për pezim Bargolas, ja mund ta kishe Shiritin, mund të thosh ma jep Shiri, po ti thosh e kanë test që the Shiritin në kjo gjë, kemi parë lojtarë si Totti, si Messi që s'kan pranuar edhe mund të t'ia bësh më në tërësi dhe pak a shumë Mbappé ajo në nivelin e Ronaldos, po pak a shumë është i përfshirë te pjesa në ato ujëra siç është Ronaldo, po nëse po ty pak e pjesa e lojës, po mos të ndodhte ai goli Mbappés, unë mendoj që ke goli i tretë, po mos të shënonte ato 5-6 minuta do ishin të vështira shumë për ishte super gol. Çfarë i mungon kësaj France që të jetë shpirtin luftarak, domethënë më shumë siç ka pas në Europian më parë ose në botror, sepse e pam shumë mirë Senegali jo pak herë vendosi në vështirësi. Shiko, patjetër, po ta marrim Francën në emra, ka lojtarë mendoj që janë lojtarë më të mirë. Dy qendërmbrojtësa jashtëzakonisht shumë të mirë. Një portier shumë të mirë si Magna.
ka Olisen që është nga lojtarë më të mirë për të vitit, Mbappé apo me oscilacionet e veta apo gole shënuesi në La Liga. Ka një Rabiot që është transformohet me Francën, është dhe motor, nuk pushon asnjë sekondë, domethënë dy mbrojtësat e krahut, sado që Hernandez nuk luan në nivel të lartë, po luan në Arabi, po prapë është një lojtar me cilësi. Konate luan tek Barcelona, po ti shohësh në emra, ajo është goxha mirë domethënë. Ajo çfarë mendoj unë, mendoj që cikli i Deschampsit i ka ardhur fundi, nuk po e shtyn dot më skuadrën më parë, nuk po e çon dot më skuadrën që të bëj një futboll ndryshe, po thuaj se është po e njëjta skem, e njëjta përbërje lojtarësh, nuk ka risi, gjë që siç po shikojmë ke Anglia që themi bëri mirë sepse ndryshoi futbolli, skemat nga kualifikueset tek ndeshja e parë kundër Arabëve. Kjo është mendoj unë pjesa në unë shikoj tjetër problem faktikisht tek Franca. I mungon një Giroud, i mungon një pyk orientimi përpara. I mungon. Realisht është vërtet edhe janë disa ekipe specifike që kanë nevojën për një lojtar të tillë. Një nënç të vërtetë. Unë mendoj që edhe Dembélé nuk është në pozicionin e duhur aty, sepse luan ndryshe tek Parisi, luan dhe ai që mund të jetë ai sulmuesi mirëfill, po luan qoftë nëpër krah. Domethënë kjo pjesa që Giroudin e bën Mbappé shpesh, domethënë kjo tani ndryshon sistemi lojës. Giroud ishte nga ato lojtarë të pyk fiks i midfield, ne e dim atë vit që doli nuk kishte bërë asnjë goditje në portë, doli kampion e Europës, sepse aman kishte një gjë që bën këtë, ne e themi në gjuhën sportive, bën të thyrjen, ul topin për lojtarin 10, edhe hap hapësira për dy winger majtas pjatë. Bën spondin, po në jargon bën spondin, domethënë gjë që markon këto dy lojtarët, gjën që ai e bën shumë mirë tek Franca. Tani e vetme gjë që ndryshon tek Franca është kjo pjesa që nuk ka më një nënç të mirëfill, po ja ka lënë të gjithë pjesën e sulmit Mbappés, gjë që unë mendoj që Mbappé edhe këtë pjesën ka me shëracione, nuk është se ai nënç i mirëfill, që ti mund krijosh që ta kesh lojtar star, sepse ne e dim shumë mirë cilësitë e Mbappés, është ai që krijon do hapësirë, do top mas shpine, që ai gjen hapësirë brapoj, nuk është lojtar që mbron topin, ul topin me gjoks, edhe krijon hapësira për dy wingeret majtas djathtas. Kjo është si pikë orientimi, domethënë nëse niset një top crossim, qoftë edhe nga goditja e këndi, domethënë tani e vetmja bazë që ka mbetur është pjesa e mbrojtësave. Patjetër, edhe unë mendoj, po shikojmë nga formacioni që unë mendoj që i ka 4 lojtarë që në aspektin defensiv që dojnë. Ne shpejtimi them për aspektin mbrojtës për shkakun. Nuk është se vin shpesh për bër dublimin, qoftë për Konate, qoftë për Hernandez, si Doué, si Olise. Janë ato lojtarë që më shumë shpenzojnë shumë pak, ne e themi në aspektin sportiv 70-30 për shkakun. Janë lojtarë që 70% rrin sulme, 30% mbrojtje për shkakun. Po ta marrim si ta paralizojmë pak me pjesën të ekipit kombëtar. Mos harrojmë tani miku emri i sulmuesit që luten ke Tirana, në Kone Silvinjo që ikën në Ernest Muçi. Jo Muçi, lojtari që Redon Xhixa. Jo Xhixa, një nga tani do ta rregultoj pak më vonë që vite shpesh bënte linjën e mbrojtjes tek vitet pothuajse tek Hysaj. Seferi, pra. Seferi nga një sulmues i mirëfill u bë një mbrojtës i djathtë i mirëfill. Komplet motor i ishte sepse në këtë pikë them që ke Franca kjo gjëja me një ekip e tha shumë mirë, po ndonjëherë pa që i hapi punë Senegalit, po prapë Senegali nuk kishte atë forcën, po duke pas 4 lojtarë që në linjën e mbrojtjes kanë problematikë, unë mendoj kjo ngel për të parë. Po, cili mendon se është formacioni ideal për Francën? Domethënë, duke qenë se Franca e kemi thënë disa herë ka 3 ekipe. Po, është vërtet, domethënë tani formacioni, domethënë çdo njeri e shikon edhe futbollin siç i pëlqen, domethënë mund të pëlqente për shkakun që një nga Dembélé ose nga Doué ose nga Olise mos të ishte në lojë, domethënë ashtu që më pëlqente mua futbolli, ashtu që e shikoj futboll. Me këdo e zëvendësoje. Ashtu si çdo nuk e di, apo do ndrojë skem komplet, domethënë 4-2-3. Do isha kurioz të shifja pak pjesën e lojtarëve që janë në stol tani se s'po më vin emrat, po qoftë ta ndihmojmë pak me i pa edhe lojtarët që janë në stolin e Francës, që për çikuar sepse unë mendoj që nuk e di ka të mirëfillt sulmues pyk Franca, Marcos Thuram për shembull, po, Thurami me Interit, me Inter ka bërë mirë Thurami, po, mund bënte mirë Thurami, unë mendoj që mund provojë Thurami dhe mund të kalojë Mbappéja në vend të Doués ose Dembélé në vend të Doués dhe Mbappéja 10, domethënë. Kjo ngjelet për të parë, po
Ajo qa mendoj unë, mendoj që nuk besoj se do ta provoj shumë Deschamps këtë gjë, sepse duke pas 3 lojtarë shumë mirë si Doué, si Dembele, si Olise, është ky problematika, pastaj kë do lesh në store dhe kjo pastaj varet menaxhimi i hyjeve, pastaj është kjo varet sa do ta përshtasë qof natyra e futbollistit për ta pranuar në zëvendësim. Po ka dhe diçka, për shembull përmendë rastin Taulant të Seferit, mendoj që me një ndrim moduli loje, domethënë formacioni, një lojtar që do i bënte punë do ishte edhe Zaire Emery i Parisit. Një lojtar që Luis Enrique e vendos edhe në mbrojtje, edhe në mesfush, edhe si shkatrues përpara, domethënë për shtatet. Është vërtet, po shikojmë vëzhgimin ishte Barcola që u futë shënoi, domethënë është një të unë para them çiko nga grafika që shohim për shembull Franca në këtë rreshtim është 4-2-3-1. Po kjo është gjithmonë aspektin e linjës të sulmit, po në linjës mbrojtjes unë mendoj që me një lojtar tjetër, me një modul, me një kaçe tjetër, po të ishte do u kthyer në 4-3-2-1. Po momenti që është kështu, to 3 lojtarë si Doué, si Dembele, si Olise nuk e kanë në natyrën e tyre kthimin mbrapa. Kjo është ajo që pjesa që edhe Oliseja, edhe Mbappé, mendoj do ishin edhe më shumë rezultativ nëse me 3 para mbrojtjes siç thua, do të ishte edhe Kanteja. Po, kjo pjesa e mi, qoftë do ishte një Kanté me Rabiotin aty mbrapa dhe lojtarin e Realit ashtu se Chouameni. Qoftë do ishte një tresh shumë më mirë, aman do t'i kesh shumë mirë wingrat si Olise, po e them ose Doué ose Dembele, kush do ishin ato. Do t'i kesh shumë rezultativ në linjën e mbrojtjes që ti ta bën shumë mirë dhe para dhe mbrapa në kuptimin po e themi në tërësi dhe para dhe mbrapa pjesën e lëvizshmërisë të lojtarëve. Domethënë ne shikojmë tani që Franca ka luajtur gjithë kohën e Shambit me një pyk, gjë që nuk e ka më. Domethënë kjo është ndryshimi që tani do të shikojmë sa rezultativ do jetë për Francën kjo gjë. Po Franca, po Kërdinë bëri Cape Verde, Cape Verde. E vërtet. Imagjino. Çfarë ndodhi ashtu? Po tani futbolli, unë them shpesh dhe ke këto djem që servis që futboll, çuna nuk ka I them, djema nuk ka 2 dhe 2 bën 4. Spanja nuk ka matematikë në futboll. Futbolli është 2 dhe 2 bën 5. Sepse ne marrim gjithë dhe marrim qenë, shifshe rezultatet para 7, është njëri 8, është tjetri, e kupton? E kthyn në basketboll futbollin, po vjen një moment që ti ç'don të vinë rastet, domethënë është ajo dita jo I themi ne. Kjo ishte dita jo, domethënë në janë më mirë që ndodhi që ndeshjet parë. Merite pa parë. Do reflektojnë, do ndryshojnë, do bëjnë. Merite pa parë e Vozinjas, portierit të Cape Verdes. Disa pritje shumë decisive. Po, unë mendoj që ishte rezultativ portieri Vozinc, edhe kam një çik probleme me këto emrat, me të drejtën. Vozin I ka. Ishte rezultativ në ato, ishte pothuajse ka gjë që ta dini djema në këtë aspektin sportiv, sidomos te portierët. Ja them dhe këtyre djemve që servis. Portieri po bëri 1 ose 2 pritje në fillim ndeshjes, e ka moralin shumë lart, vazhdon, pastaj është shumë e vështirë për të mësuar. Pastaj po shikojmë edhe goditje pothuajse unë kam realizuar edhe me miqtë e mi, 1 ose 2 goditje kishte tamam që mund të bësh dy portier. Pastaj sepse ja kanë shqetësuar të gjithë dhe kjo që sapo pamën taçia e qytetin si pritje, po ndërkohë që është shumë I lehtë për ta zotruar një top të tillë. 2 pritje që I kishte I realizoi shumë mirë dhe kjo ishte. Për te kësaj unë mendoj që problemi më I madh ishte se Spanja nuk kishte nënsh. Imagjino të vi Kukureja, mbrojtësi kraut, edhe të bëj sulmuesin. Spanja ka vite që los pa nënsh që nga largimi Fernando Torres. Ose Bajal ishte aq dobët. Po Oyarzabal nuk është nënsh, që nga largimi Fernando Torres që është të rregjur, Spanja e tentoi me Roberto Soldadon, po edhe Morata ka. Edhe Morata nuk kanë qenë, po gola shumë. Po e ka bërë me Fernando Torres e ka bërë dhe në Europian nuk bëri keq, me thënë drejtën. Shiko tani problemi. Po nuk është se bazohet tek pyka. Tani ka dhe një gjë që unë mendoj që edhe trajnerët tani mundojnë të jenë një diçka të re për ekipet e tyre, për futbollin në zhvillim, se s'mund të jetë gjithkohë, ne tani nuk pretendojmë që të jetë akoma Spanja që ka luajtur në Europian, do ketë një maç më të lartë, një ndryshim, siç po e shohim te Franca tani. Unë mendoj që është vërtet që te Franca në vitet e fundit nuk është se ka pas një nënç mirëfill që unë di kujt I them nënç në kuptimin e asaj siç mund ta themi tani sportivisht. Jo, po Benzema, Harry Kane, këto janë nënç Lewandowski, nënçi vërtet është ky që them kur ti fillon sezonin dhe merr Kane-in tek e Bayern bën një llogari thot plus 15 gola.
Domthon ky është 900 mirë fill. Që ti e fillon kur bën atë, kur bën llogarit fillim të zonit, thonë unë filloj me 15 gola sepse unë pres 15 gola nga Harry Kane. Ai mund bëj 30 e bën 20 ca ndryr, por kjo është minimum. Prandaj përmenda Fernando Torresin se edhe kur ka qenë momentin më të keq të tij tek Spanja ishte shumë rezultativ. Shiko, tani se me emra thashë jam shumë problematik. Sulmuesi i Real Sociedadit, nuk e di tani si e ka Oyarzabal. Domthon në European Oyarzabal bëri shumë mirë. Po nuk është lojtar se ke Real Sociedad që çnon 15 gola ose 20 gola. Mos harrojmë doli Morici i dyti në domthon ke mos gaboj tani ke 5 lojtarë, tani do të jemi saktë kjo gjëja, ke 5 ose ke 3 nuk kisha si lojtar spanjoll në kampionat spanjoll. Kështu që ky është problemi që ti nuk ke një 90. Ky është ai që ti shënon golat që ti pretendosh pastaj ta bazosh futbollin tek se ishte Giroud, ne diskutojmë me Giroud, po Giroud kudo që ka qenë i bëte 12-13 gola, 10 gola. Domthon ky është goli nga Xhixhi. Giroud përveç lojës me këmbë, ishte mirë dhe lojës në ajër. Po sepse fizikisht është i fortë, pastaj Pyka ka bazat. Domethënë se ti thua një portierit që ti nuk di të bësh dalë, domethënë që gjë që e ndihmon skuadrën. Këtë kishte edhe këtë ka dhe Giroud që bazën e vet kishte lojën e fortë, mbrojtjen e topit, krijimin e hapësirave për lojtarët e tjerë që vinë pas shpinës. Domethënë kjo është gjë që e kanë pozitive nënç. Dhe Harry Kane ka, unë mendoj që Harry Kane është më i kompletuar edhe në aspektin fizik, po edhe rezultativ si megjithatë mendoj për të mos u paraqituar Spanja si ekip, shquhet edhe ka treguar edhe historia më parë që nisjet në botror nuk i ka pas të mira. Po kjo është pothuajse është po një linjë si Portugalia që ndeshjet e para unë mendoj që nuk më kujtohet me Zvicrën që humbi 0-1 në 2014. Vetëm gjë që më shqetëson për Spanjën është se si mund të tentosh të godasësh Porto 25 herë. Nga këto 25 herë të godasësh në kuadrat 9 herë, edhe mos shënosh të paktën një gol. E tha pra dita jo. Është dita jo, pra këtë po themi, domethënë sepse shiko, pati një rast Ferran Torres, atë rastin që e kapi portieri që ishte një rast shumë i mirë 5 metrash goditi. Ka dhe një gjë të ekipet e vogla, moment që psoj një gol pastaj fillon. Pastaj e kthejnë Calceto, pastaj fillojnë bëhen të lirshëm për këtë golin. Kështu që unë mendoj që kjo pjesa pastaj ta vërtetson pak punën në momentin që kalojnë minuta, ti e kërkon golin me patjetër që të vi goli, po atë del nga detyrat, minutat kalojnë, presioni rritet, domethënë nuk është kaq e lehtë, patjetër, morali rritet e ekipit kundërshtar, domethënë kjo janë ato gjëra që ndikojnë në futboll. Unë mendoj që duhet të ishim pak më rezultativ edhe më të kthjellët në mënyrën e lojës të ekipit Spanjës, po patjetër që ndeshjet e para edhe ç'dojnë. Mirë Spanja. Po Brazili çapalti, se Brazili është Brazili. Ky ishte kampionati, realisht kampionati për të gjithë ekipet çfarë patën këto në ndeshjen. Po Brazili është Brazili, po zoti Anglia deri tash jo. Brazili është Brazili, po Maroku tregoi që Brazili nuk është Brazili. Po unë kam thënë. E tregoi Maroku apo Brazili i bëri dëm vetes? Po kam përshtypjen që Maroku e tregoi që Brazili nuk është Brazili. Ja, unë po ta shohësh me detaje, ka ca momente të lojtarëve të Marokut që luajnë me topin sikur luante Ronaldinho me Brazilin para 2002-shin, 2008-ën, domethënë unë mendoj që Maroku bëri Brazilin këtë ndeshje. Edhe Brazili bëri Marokun. Bravo i qoftë Marokut. Bëri të kundër. Unë mendoj që problematika më e madhe tek Brazili është hardhja e trajnerit Ancelotti. Duke i çuar një trajner si Ancelotti, ti ja ke shtuar presionin skuadrës, mos harrojmë, mos gabosh tani që nga 2002-shi nuk ka fituar më botrorin, i bie 24 vjet, kështu që është patjetër që presioni është shumë i lartë, por duke shtuar një trajner që ne dimë shumë mirë që e quajmë profesor, edhe ai ka çeduar patjetër të disa skuadra, pa aman titujt i kanë mbetet trajner më mirë, te ja ka shtuar presionin skuadrës së Brazilit. Patjetër dimë dhe shumë mirë problematika që ndodhin pastaj tek ekipi i Brazilit me këto lojtarë që janë pak problematik në natyrën e vet. Unë mendoj që ajo çfarë Brazili nuk priste që një Marok të bënte presionin lart, një Marok që edhe kur momenti që e humbte topin e rifitonte shumë shpejt, e shkonte e bëte pjesën defensive e bënte shumë shpejt e rimerte topin prap, gjë që nuk Brazili nuk mundet ta pranonte këtë gjë dhe nuk e priste që t'ia bënte ka përgatitur këtë gjë. Ja bër, pastaj mos harrojmë diçka që mund ta marrim si mac. Maroku luajti 85%
edhe Brazili rriti 15%, ama në fund deshës doli 1-1, ndan 1 pikë. Kështu që se do gjithë i mundi shumë i madh i Marokut, në fund fare me një interpretim shumë mirë të vënjisë gjunjësh, Brazili mori atë pikën që për mendimin tim si doj panetet në futbollit pa parashikueshëm. Ti luan 85 minuta, mundohesh domon kuptimin e fjalës për të them jargon raskapitës për atë pikën, edhe fund fare me Brazil nuk ka bërë as 5% në vet të merr një pikë. E vërtet, prandaj mendoj se ishte merit e Marokut më shumë se sa gabimet vet Brazilit si paraqitje. Edhe kjo ndikon edhe kjo që mund ishte për shembull po të shikojmë edhe informacionin e Brazilit, atë çfarë dëgjova edhe nga një intervistë Ancelotti futa që nga ana atletike ishin pak më mirë, më të freskët, domethënë ky është çik problemi, është vërtet ka një gjë, unë kam thënë ka një gjë që Brazilit i mungon një Kaká, i mungon një Ronaldinho, nuk kam një lojtar që çoja të pasin e fundit, siç mund ta themi. Ka dy lojtarë si Casemiro dhe Bruno Guimaraes që nuk janë lojtarë që topin e njohin shumë. Janë lojtarë më shumë shkatrues, 6 ose 8 që mund ta themi, që bëjnë atë lidhjen mes fushës edhe mbrojtjes dhe sulmit, domethënë, por nuk kanë atë lojtarin që bën atë pasin e fundit ta bëjë. Pastaj edhe po shikojmë edhe ke pjesa e sulmit, me thënë drejtën, Brazili në gjithë historinë e vet ka pas lojtar me emër të sulmit. Edhe unë ku pas Thiago me thonë drejtën nuk është se më ngrofi shumë, duke një paktën Brazili ka pas një sulmues që e njifte shumë topin dhe portën, është vërtet. Kurse ky ishte një lojtar shtatë i fortë, gjë që Brazili nuk është se përveç hiç Adriano që ka qenë i fortë, po ama teknikisht ka qenë shumë mirë. Ky vetëm kjo ajo çfarë pash në këtë ndeshje ishte. Mendoj se në mend të Igor Thiagos që thua ti, më rezultativ do ishte Joao Pedro i Chelsea. Ka bërë një sezon shumë të mirë te Chelsea. Po, edhe i ka bërë shumë mirë, po tani mos gaboj, nuk e di është Martinez apo jo në grumulli e ka grumulluar apo jo, që thonë ndihmojmë pak që ta ulim, ta shikojmë pak, se edhe Martinez tek Arsenali ka bërë shumë mirë. Martinez e ka tani mos gaboj lojtari Martinelli, m'fal. Qoftë edhe Martinelli, qofse është i grumulluar për se nuk e di tani sepse nga është Martinelli, është lojtar që ka bërë shumë mirë tek Arsenali. Po, është sulmues pyk, është Endrick që mund ta zëvendësoj. Po shiko, unë mendoj që edhe Endrick tek Lyoni ishte kur ishte te Reali, që mori çekim. Po nuk ishte kurse nuk ja dha. Edhe ishte Ancelotti që është dukur nga Reali. Edhe Ancelotti prap nuk do e fusi. Tani unë mendoj që kjo pjesa 9 që të sulmit e Pykos mendoj që do jetë është pritur më shumë që të jetë Neymari që ta bëj atë gjën, edhe ta bëj pak më shumë si Mbappéja që po bën tek. Me vërtet pse se futi Neymarin? Po në teneshën Neymari ishte i dëmtuar me sa di unë, domethënë në këtë aspekt. Ishte i dëmtuar apo u tha që është i dëmtuar? Po tani edhe mund të jenë të dyja, patjetër mund të jenë të dyja, po gjë që nuk unë mendoj që patjetër është i dëmtuar, se minimumi paktën do ishte një alternativë mirë për të futur ato minuta e fundit, sepse edhe Neymari ka ato çështje vetëm që mund ta zgjidhin ndeshën, ashtu që mendoj unë që e zgjidhi në aspektin e interpretimit Vinicius Junior shënoi golin vet mendoj. Po. Se Rafinha ylli Barcelonës kam përshtypjen ishte në hije gjithkohës. Po Rafinha është si ato lojtarë që ku e çon tek Brazili, janë disa lojtarë që në ekipet e tyre klubeve shkëlqejnë dhe pastaj kur shkon në kombëtar nuk shkëlqejnë. Janë disa që në klube nuk shkëlqejnë, ama kur janë asnjë asaj që dash për Argentinë. Si portier tani mund portieri portieri Kroacisë, nuk po bën një gamë, ama kur çon në ekipin kombëtar tjetërsohet, bëhet komplet ndryshe, pak a shumë si luajnë me shpirt vërtet. Ndryshojnë shumë nga ajo pjesa. Diçka interesante që ndodhi në 10 minutat e dyta me që kujtove Livakovic të Kroacisë, në 10 minutat e dyta të pjesës 2, domethënë që filloi, janë realizuar nga Anglia plot 9 goditje, 8 në portë dhe 8 të shpëtuar. Domethënë janë disa që janë fiks për kompeticione dhe bëjnë mirë, domethënë, kurse sa për pjesën e Rafinhas, unë mendoj që edhe 10 Rafinha nuk është se e bën mirë, sepse ka një modul loje. Unë domethënë si e mendoj unë se tani mos bënde si profesorat futbollit këtu, po çfarë mendoj unë më shumë? Çfarë do të jetë më rezultativ? Unë mendoj për një trajner kombëtare,
Sepse shiko, pak dhe Ancelotti nuk e se ka shumë eksperiencë në ekipit kombëtar. Është mësuar më shumë me klube. Mos gabofsha është ekipi parë kombëtar që drejton. Domethënë unë mendoj që më mirë lojtarët përshtaten në pozicionin si Rafinha që është një winger që luajnë te klubi, sepse ja merr e ke më rezultativ dhe ja merr më të mirën se sa ti mundohesh përshtates pastaj për të fshirë një ose dy lojtarë si Dembélea për shembull. Dembélea tek Parisi bën shumë mirë, po nuk ka pozicionin e 10-it, sepse 10-i duhet njohë pasin, duhet njohë hapësirën, gjë që Dembélea nuk do. Dikush inteligjent. Po patjetër do një lojtar që ta bëj atë gjë domethënë. Këtë mendoj tek Rafinha që nuk është pozicionin në dur dhe kjo gjë që nuk më duket shumë rezultative tek pjesa e Brazilit që duhet të jenë lojtarë në vendin e tyre. Prapë unë që ndroj asaj për pjesën e Pykës që Joao Pedro do ishte edhe më shumë shumë rezultativ. Patjetër. Kalojmë edhe pak kohë na ndan nga nisja raundit të dytë të ndeshjeve të grupeve, siç mund të shohim edhe në ekran, kemi Çekin dhe Afrikën e Jugut. Dy ekipe që humbën të dyja ndeshjet e para. Po shiko tani po hymi këtë xhiro të dytë pak a shumë dhe pak e këto ndeshje akoma nuk kemi dy kombëtarë të mëdha siç patën dje paktën Angli, Kroaci që shikojmë futboll. Tani Çekia do mendoj unë po qoftë dhe Afrika e Jugut duan marrin këto pikët për të siguruar këtë pjesën e kualifikimit. Do jetë një futboll unë mendoj të dy ekipet fizikisht janë të fortë, po Çekia ka armën e vet më të fortë si mund të standardet, është e pamë ndeshje me Koren. Që mendoj do jetë një ndeshje e mirë kalkuluar, besoj unë, nuk besoj që do ketë shumë hapësira, sepse të dy skuadrat nuk ose kanë një mentalitet që të luajnë futboll shpejt, po do jetë një ndeshje që të mundohen të marrin pikat paktën edhe të mundohen të sigurojnë paktën sidomos për pjesën Çekisë që ka pak më shumë futboll brenda dhe do paktën ta sigurojë këtë pjesën e kualifikimit. Sa mendon se del si rezultat Çekia me Afrikën e Jugut? Se rezultat apo domethënë shumë me gola me kështu, domethënë nuk është se shqohem shumë për të gjë me të drejtën, po mirë se ne ide parashikojmë tona po të hyjmë në aspektin siç e shikoj siç i kanë parë dy skuadrat e parë, unë mendoj që mund të jetë një barazim 1-1. Si ndeshja. Pastaj qofse do të çdoj pak e godin standarde, mund të shkoj ke 2-1 për Çekin, po që ajo që mendoj është një ndeshje 1-1. Po ti? Unë mendoj edhe unë 1-1, besoj maksimumi 2-1 si Kadriu. Nuk e shoh Afrika e Jugut pavarësisht se është e fizikshme, po Çekia është Po ka armë më vetë, po marr pas fort Çekia atë lartësinë dhe godin standarde ka po thjesht rezultative nga 80% të aksioneve 67% e ka shënim me golash. Unë do dal kundër Rrymës, kundër jush, shikoj një 1-2. Po Zvicra dhe Bosnia Hercegovina. Si mendon si det? Po tani shiko, unë mendoj që Zvicra do jetë komplet ndryshe nga ndeshja e parë, nuk mendoj që do jetë më ajo Zvicra e ndeshjes së parë. Patjetër edhe besoj se forca e Bosnjës nuk është më në atë pikë siç ishte kundra Kanadas, që nuk është se kishte një ekip me emër përpara, po Zvicra ka lojtar brenda, ka dhe një futboll ndryshe. Unë mendoj që edhe Zvicra do të bëjë këtë tani, do bëjë këtë hapin ndryshe nga ndeshja e parë. Kështu që mendoj që do jetë një ndeshje, mendoj unë, e lehtë në kuptimin në thonjë se s'ka ndeshje të lehta futboll, por një ndeshje e lehtë që mund nxirret nga Zvicra, domethënë po ty ke pjesë rezultatit, nuk e di se kam bindje që mund dalë një ndeshje 2-0 që në favor të Zvicrës. Tu e shoku im nuk bie dakord. Nuk bie dakord se për faktin që është era parë që merr pjesën botëror. Mendoj se Bosnia do e konsideroja unë surprizë të këtij botërori nëse do arrinte të kalonte grupet si ekip që merr pjesë për të parë, pra siç e thash, ama do ishte edhe më rezultativ nëse do kalonte edhe fazën më tej. Ajo do ishte fantastike. Dhe unë këtë ndeshje e shikoj prapë barazim. 2-2 mendoj. 2-2 është shumë. Shumë edhe të them thonë nuk besoj se është Bosnia që të ketë atë fuqinë për të shënuar dy gola gjithsesi siç ka filluar unë e shoh 1-0 për Zvicrën. 1-0 për Zvicrën. Pa gola? Pa gola, nuk besoj që do ketë gola kjo. Këtë besoj një nga ndeshjet më pa gola. 1-0 ose me pa gola kishe gana. Unë mendoj që do jetë një ndeshje që domthon Zvicra do ta ketë në kontroll dhe vetë mund të jetë me këtë rezultat e pasur 2-0. Kjo është ajo që mendoj. Kalojmë te tjetra, Kanada, Katar. Si e shikon këtë? Po tani pritshmërit patjetër janë që Kanadaja ta fitoj si ndeshjen në letër, po me atë që ka treguar Katari kundra Zvicrës, me ekip që mbrojti shumë mirë në bllokun poshtë, në bllokun 1 siç mund ta themi, në linjën e mbrojtjes, po në futboll jo gjithkohës mund të rish mbrojtje dhe ti ta marrësh atë pikën në fund fare, sepse bëri dëmin fund aty pastaj. Po, sepse mund çdosh edhe
Jo çdo ndeshje mund të dalin në atë pikë, po që patjetër unë mendoj që Katari është ekip për të vlerësuar, në kuptimin ajo për të vlerësuar, po që mendoj që patjetër që Kanadaja e ka më të thjesht për ta marrë si ndeshje dhe në për ta bërë si parashikim, unë mendoj që do jetë një ndeshje që Kanadaja mund ta fitojë pak me thellësi gole, kështu që mendoj do jap të surprizën time 3-0 për Kanada, më besoj kundra Katarit. Unë doja ulja një gol, me thënë drejtën. 2-0, a që shikoj? Unë mendoj që Katari bën gol dhe del 2-1 për Kanadan. Do e realizoj një gol, mendoj. Po, mendoj që po. Mund ta realizoj, pse jo, po unë mendoj që nuk kam atë forcën e ndeshjes parë, ajo entuziazmin e ndeshjes parë. Kanadaja me ato raste që pati edhe kundra Bosnjës mund ta çotë ndeshjen dhe 2-1 dhe 3-1, po nuk ishin rezultate sulmuese, që mendoj mos harrojmë atë të Davidsit, jo të sulmuesit të David që pati penalltin lëvizje dhe humbi, kështu që merrte rreth tjetër lojë, kështu që mendoj që mund të jetë 3-0 mendoj unë kundra Katarit. Gjithsesi ne kemi një shprehje në jargon, topi është i rrumbullak për të dy anët, kështu që kur të kalojmë ke Meksika me Korenë, po do ma lejnë ta them fundit, do të them me batut këtë, edhe unë do të them një rezultat jargon kjo Meksika me Korenë, po ma lenin për në fund. Okej, po e themoni vazhdoj. Meksika, Korenë për lojën që kanë botë të dyja, 1-1 u jap. S'do kenë mundësi për më shumë. S'do kenë mundësi, janë dy ekipe që luajnë hapur, luajnë shpejt të dy. Luajnë shpejt, po mendoj që do luajnë pa gabime, do mundohen të mbyllin gabimet sa më shumë dhe 1-1 jap. Unë e shoh në këndvështrim tjetër, them drejtën, mendoj një 1-2 për Korenë e Jugut. Mendoj se Korea do fitoj këtë ndeshje. Në kundra Meksikës, brenda në Meksikë. Brenda në Meksikë. Unë ne themi në gjumë, pak ku kam luajtur futboll vet, edhe ku ka pas marruar ndeshja, ku na pyetën si dolin, thoshëm dolin patate. Patate 0-0 mendoj, duke qenë se janë dy ekipe që kanë marrë nga 3 pikë në ndeshjen e parë të dyja, me i barazim pothuajse bën kualifikimin të sigurt. Mendoj që do jetë ashtu siç e the ti pak më parë, që janë dy ekipe që në futboll të hapur, mendoj që në këtë ndeshje realisht do mundohen të jenë çik më kalkuluar dhe ta mendojnë pa ta bërë ndeshjen 0-0, mendoj unë. Interesante. Gjithsesi ky botror ka treguar surpriza pa fund. Patjetër në këtë botror pritet çdo gjë tani, patjetër pse jo mund të shkojë edhe Katar fitoj kundra Kanadas, domethënë se kemi harruar pa parashikueshme. Kuraçaon, po 7-1 e riktheu edhe Gjermania. Nuk e përmend. U bëra tret. Po e riktheu, po Kuraçaon ne jemi këtu brenda tani, jemi 7-8 veta, dalim edhe aty poshtë marrim dy. Bëjmë Kuraçao të vogël, hajde shkojmë luajmë. Nuk do hajmë 7, mund ta kush se rikëm. Nuk mund të hajmë 7, mund të hajmë 9 ose 10, po ç'diferencë bëri 7, 9, 10 apo i soi, nuk e se ka ndonjë diferencë shumë. Shiko, është pastaj kjo që kemi diskutuar disa herë, sa më shumë ekipe tjenë në kampionat 48 ekipe, bie cilësia futbollit pastaj. Patjetër. Kjo ja ul edhe ritmin, ul edhe cilësinë, sepse të ke edhe skuadra si Kuraçao, si sill edhe surpriza, se ke Verde siç e diskutuam. Nga kjo anë edhe nuk duhet t'i paraqyjojmë shumë, sepse po të shikojmë Kape Verde doli mirë, Republika e Kongos nuk është se që doi shumë përveç se Kuraçao, Katari mori atë pikën, domethënë nuk është se ato kanë lënë shumë hapësirë, sepse po kishin Bosnjën më burr. Jo, po Bosnia nuk besoj se hyn në rangun e këtyre. Nuk kam se pjesëmarrës më parë. Bosnia ka një gjë që po është e vërtetë që Bosnia ka shkuar me merit deri aty. Për shkak nuk ka shkuar si Kanadaja që nuk ka pas kualifikuese, nuk ka shkuar si Amerika që nuk ka pas kualifikuese, nuk ka shkuar si Meksika që s'ka pas. Po ti marrësh me këto tre skuadra, Bosnia ka shkuar, si mund ta themi, ka shkuar me meritën e vet aty, me thonj, mund ta shprehë në gjuhën e futbollit, ka shkuar atje, domethënë dhe ka marrë të gjën e ka marrë merit, kështu që nuk është se ka shkuar kot atje, po ka shkuar me meritën e vet, patjetër ju thatë Italia, në emër Italia e madhe, në futbollistë Genoves dhe Udinese nuk jemi një Itali e madhe. Bie Juventus, bie Italia. Mos e hapse të diskutimi se kush merret me bie ky mbrapa, bie edhe Italia. Patjetër. Nuk ka më një Del Piero, nuk ka më një Totti, s'ka më një. Po edhe Bosnia, nuk e di, ke parë lojtarët, domethënë puro bosnjak, Bajraktarević. Po është Moharemović. Po prandaj ka dhe këtë ecuri, sepse pothuajse edhe Bosnia po ta lidh pak me atë pjesën e Kroacisë që tash fillim, ka një epokë që po e rrim Bosnjën dhe realisht Bosnia
me që unë dhe pjesa mos janë se baraqtarë veç para ne sa kemi nxjerr mesin shqiptar, këto janë burrë shqiptarë të punë, po në aspektin e asaj shkollës, me që jam dhe kjo pjesa e akademive që kam hyrë tash, realisht Bosnia, sa kam lexuar dhe sa di, Bosnia po punon shumë mirë me akademinë. Pjesën akademike edhe sidomos edhe ekipet kombëtare dhe kjo gjë patjetër po jep rezultate, qoftë europianin tjetër do shikojmë që mund të bëj akoma mirë, botrojnë ditë do jetë akoma mirë sepse do ketë këto lojtarë që sa përmendet, do ketë një ecurinë shumë mirë dhe do rritën edhe me këtë, do e fitojnë këtë eksperiencën e këtyre kompeticioneve. Ore se harrun përmendim Hollandën në Japoni. Kishte fjala, ishte super ja, unë preka pak fillim, tash ishin dy ndeshje nga më të mirat, Hollanda me atë, domethënë një ekip Japonia Po Japonia dhe Korea pothuajse shumica e lojtarëve i kanë pothuajse luajnë në futbollin evropian. Kanë dhe këtë futbollin anglez në këmbët e tyre që luajnë futboll shpejt dhe nuk bëjnë shumë. Tash i duhen ngacmoj çik ju të dyve si tifozat Serie A, ishte Nagatomo dhe Japonia. Se di e moment. Po Nagatomo, Nakamura, si jo, patjetër brezi këtyre kemi qenë, po që Japonia mos harroj që edhe si e ka mos gabofsh tani trajneri japonis ishte trajner që kishte përpos pasi këtë pjesën e tabeleve më duket. Po, ishte super strategjia jo me numra, strategji patjetër, ajo shiko, çka është problemi sot. Ajo ka të dy anët. Ajo mund të ishte edhe strategji e vërtet, mund të ishte edhe një blok për patate për ekipin kundërshtar që tu habiçën çfarë janë këta numra, se un po të më thuash mua tash ti trajnerit më ka dhënë direktiv 45-ën, unë në momentin e lojës unë do ta harroj 45-ën si futbollist jam. Po mund të jetë edhe një lëvizje boshe, lëvizje patate tani, që mund të ndikojë ke ekipin që çfarë po bën, çfarë po thot. Po gjë e mirë që ka qenë ke Japonia dhe po bën këtë futboll mirë, që trajneri japonis ka pas të gjithë të drejtat për nga mosha 17 e kombëtarëve deri ke kombëtarët që ti stërvisi vetë, të shikoj, nëse jo fizikisht vetë aty, po të shikoj dhe të studioj gjithë kohës, të gjë që edhe Japonia është në këtë. Ishte një ndeshje fantastike deri në minutën të fundit kur përfundoi loja të mbante lidhur para. Kishte dëshirë si ndeshje dhe kjo është paktën për ne që kemi qef futbollin tonë ndeshje kemi qef të shikojmë. Kadri, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kishim studio. Faleminderit juve çunave edhe realisht u ndjeva shumë mirë dhe shpresoj të rikthehem sërish. I mirëpritur sa herë të duash. Faleminderit Kadri dhe faleminderit ju që na ndoqët. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale në YouTube, Instagram dhe TikTok. Po ashtu edhe në Facebook. Mirupafshim.